pika 3 është shqyrtimi projekt ligjit për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Ligji për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme përfaqëson hap vendimtar në forcimin e sundimit ligjit dhe luftimin e korrupsionit në Republikën e Kosovës. Ai krijon mekanizëm efektiv për të hetuar dhe konfiskuar pasurinë që nuk mund të arsyetohet me burime të lehtëshme, duke synuar drejt për drejt ata që janë pasuruar në kurrez të qytetarëve. Ky ligj nuk është vetëm instrument ndëshkues, por edhe mjet për rikthimin e besimit të publikut në drejtësi dhe në institucionet shtetërore. Përmes tij dërgojmë mesazhin e qartë që askush nuk është mbi ligjin dhe se përgjegjësia do të jetë e paevitueshme. Në këtë drejtim, zbatimi i plotë dhe i paanshëm i tij mbetet prioritet i qeverisë për të garantuar drejtësi dhe barazi për të gjithë. Për më tepër, e ftoj zëvendës kryeministrën e dytë dhe ministrën e drejtësisë, zonjën Donika Grvolla Shfarc, që të merr fjalën. Faleminderit kryeministër, të nderuar edhe koleg zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, të pranishëm, sot po paraqes para jush për shqyrtim dhe aprovim një ndër shtyllat kryesore të reformës në sistemin e drejtësisë, projekt ligjin për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Realisht, këtë projekt ligj për herë të parë e kishim miratuar në qeveri më 29 dhjetor 2021 këtij procesi i kishte paraprir miratimi i koncept dokumentit në këtë fushë më 13 prill 2021. Por ky moment shënon edhe fillimin e një rrugtimi maratonik pothuajse 5 vjeçar drejt jetësimit të kësaj nisme reformuese, e cila bazuar në analizat dhe volumtimet paraprake derivon nga nevoja e shtimit të instrumenteve dhe kompletimit të infrastrukturës ligjore në fushën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Projekt ligji tashmë bazohet edhe në 3 opinionet Komisionit Venedikut dhe 2 aktgjykime të Gjykatës Kushtetuese. Këto rekomandime janë reflektuar në tekstin e projekt ligjit, i cili është punuar në bashkëpunim të ngushtë me ekspert fushës, vendor dhe ndërkombëtar, përfaqësues institucional dhe partner ndërkombëtar, duke përfshirë konsultime teknike dhe analiza krahasimore për siguruar që dispozitat të jenë të zbatueshme, proporcionale dhe të mbrojtura me kushtetut. Edhe pse i miratuar disa herë, herën e fundit i miratuar në kuvent më 5 dhjetor 2024, projekt ligjin duhet ta paraqesim sërish për miratim edhe sot, si pasojë e aktgjykimit të fundit Gjykatës Kushtetuese të datës 9 janar 2026, e cila kësaj here vonoi pra mori mbi 12 muaj kohë për shqyrtim dhe vendim. Ky ligj ka një objektiv të qartë, të krijojë një mekanizëm funksional dhe kushtetues për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme të zyrtarëve publik. Struktura e ligjit bazohet në disa shtylla kryesore: themelimi një institucioni të pavarur me mandat qartë, përcaktimi kritereve të rrepta për udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e tij, procedurë detajuar e verifikimit me afate të qarta, prag minimal për mos përputhjen financiare dhe garanci të plota procedurale për palën, përfshirë të drejtën për mbrojtje, përfaqësim dhe ankesë. Qëllimi i ligjit është i dyfisht. Së pari të forcojë llogaridhënien e zyrtarëve publik, duke bërë të qartë se pasuria do të jetë në përputhje me të ardhurat e ligjshme, dhe së dyti të ruajë standardet kushtetuese dhe të drejtat themelore, duke siguruar që çdo ndërhyrje në pronë të bëhet vetëm me vendim gjyqësor dhe mbi bazë prove. Të nderuar kolegë, ky ligj e jep një mesazh të qartë. Mandati publik nuk është mundësi për pasurim personal, por është përgjegjësi që duhet kryer bazuar në dispozitat dhe obligimet ligjore. Në anën tjetër, për qytetarët, kjo nismë dhe ky ligj do thonë më shumë barazi, pastaj drejtësi dhe gjithashtu më shumë besim në institucionet shtetërore. Prandaj të nderuar kolegë, ju ftoj që ta votoni këtë kërkesë. Faleminderit. Faleminderit zëvendës kryeministre Grvolla. A do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka.
abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.